Dëshmitar ka frikë nga drejtësia, ashtu si shokët e tij nuk duan që këtë të bëhet vettingu, sapo na ka ardhur mjaft e rëndësishme. Je shumë shpifës. Dakor, unë qofsha ky që jam, po ti qofsha ai që je, bëu gati për të shkuar edhe Palazhi i Ramës. Është shoqëruar sërish me debate mbledhja e Komisionit Hetimor për privatizimin e OST-s te kompania çeke ÇEZ, ndërsa dëshmia ish djalit të kryeministrit Berisha, Shkëlzen Berisha, ka dështuar për të tretën herë. Largosh nga ky komision, dil për jashta, ju lutem Garda e Republikës bëni shoqërimin më vëni në dispozicion vendime jashtë institucionit të parlamentit. Pas daljes nga komisioni, Shkëlzen Berisha deklaroi se thirrja e tij për të dëshmuar është një teatër politik. Insistimi i vazhdueshëm i Edi Ramës, që nga të gjithë nga 140 deputetët e parlamentit, këtë komision, në kundërshtim me ligjin, në shkelet hapur të ligjit, duhet ta drejtojë vetëm i dënuari për shpifje dhe askush tjetër, tregon që këtu nuk kemi të bëjmë me një dëshirë për të marrë dëshminë, kemi të bëjmë me një provokim. Akuzat në adresë të tij, Shkëlzen Berisha i konsideroi si gënjeshtra paraelektorale të kryeministrit Rama. Kur të dalin dhe kur dinen për këtë gënjeshtër, që qartë si vërtetohet, sepse është deklarat nga tatimet që janë paguar të gjitha taksat, mbasi të vërtetohet dhe kjo, do dëgjoni një gënjeshtër tjetër të radhës, sepse këto të gjitha janë gënjeshtra paraelektorale të porositura nga Edi Rama. Çfarë kërkon të mbuloj tjetër? Kërkon të mbuloj faktet të rëndësishme që pritet dalin shumë shpejt, që vërtetojnë kalimin e kufirit të vllajti Olci Rama me makinën e kryetrafikantit drogës Genci Xhixha, që ka qenë kapo i grupit Zibrakës. Por në daljen e tij për mediat, kreu i këtij komisioni tha se provat e mbledhura në adresë të djalit të ish kryeministrit janë të pakontestueshme, ndaj theksoi se është e panevojshme që ai të dëshmojë në komision. Balla theksoi ndër të tjera se brenda afateve do të hartojë raportin, të cilin do ja dorëzoi parlamentit e më pas prokurorisë. Ka marrë 200.000 euro si ndërmjetës për shitjen e disa tokave në Porto Romano, 500 milion lek na pas këshmarë Shkëlzen Berisha, vetëm se na pas ka shërbyer si ndërmjet blerësit dhe shitësit. Më në fund ka arritur për herë të parë, kemi prova konkrete. A është provë konkrete transaksionit disa milion euro dhe tërheqja tyre kesh? Pyesni qytetarët shqiptarë. Ndërkohë, lidhur me shtetasin Noel Kalaj, Balla lexoi shkresën e policisë së shtetit, sipas së cilës nuk ka dieni për vendodhjen e tij. Pas kësaj, policia dërgoi shkresat në pikat kufitare për ndalimin e Kalajt nëse tenton të largohet jashtë vendit apo të kthehet në rast se është jashtë.